Pothuajse një muaj para se presidenti Donald Trump të takojë me udhëheqësin rus Vladimir Putin në Helsinki në vitin 2018, Jeffrey Epstein u përpoqti përcillte një mesazh diplomatit më të lartë të Rusisë. Nëse e doni ta kuptoni Trumpin, flisni me mua. Mendoj se mund t'i sugjeroni Putinit që Lavrovi do t'ishte më mirë të fliste me mua, shkroi Epstein në një email të 24 qershorit 2018, drejtuar Thorbjorn Jagland, një ish kryeministër i Norvegjisë, i cili drejtonte Këshillin e Europës në kohën e shkëmbimit. Lavrov ishte një referencë e dukshme për Sergej Lavrov, ministrin e jashtëm të Rusisë prej shumë kohësh. Në shkëmbimin e emaileve, një nga qindra të publikuara të mërkurë nga hetuesit e Kongresit, Epstein tregoi se kishte folur më parë me Trump, me Vitali Churkin, ambasadorin e fuqishëm të Rusisë në Kombet e Bashkuara, përpara se Churkin të vdiste në vitin 2017. Shkëmbimi ishte midis dhjetra shkëmbimeve që shfaqin rrjetin e jashtëzakonshëm të bashkëpunëtorëve ndërkombëtar të Epstein, me cilët ai shpesh korrespondonte në lidhje me vendimet politike të mandatit të parë të Trump. Shtëpia e Bardhë nuk i përgjigj menjëherë një kërkese për koment në lidhje me emailët, por sekretarja e shtypit Caroline Leavitt tha në një konferencë për shtyp të mërkurën se grupi më i gjerë i emailave nuk vërteton absolutisht asgjë tjetër, përveç se presidenti Trump nuk bëri asgjë të gabuar. Në emailë Jagland tha se do takohet me asistentin e Lavrov të nesërmen dhe do të sugjeronte një lidhje me Epstein. Nuk është e qartë nëse ka dalë ndonjë gjë nga kontakti i propozuar, por Epstein më vonë do të shprehte mendimin e tij rreth takimit fatal të Trump me Putin, i cili u kritikua në gjithë botën për kapitullimin e tij të dukshëm ndaj diktatorit rus. A kanë rusët informacione për Trumpin? Sot ishte e tmerrshme dhe sipas standardeve të tij, shkroi Larry Summers, ish sekretari i thesarit i administratës Clinton dhe këshilltari ekonomik i administratës Obama, në një email drejtuar Epstein më 16 korrik 2018, ditën e samitit të Helsinkit me Putinin. Emaili im është plot me komente të ngjashme. Wow, jam i sigurt se pikpamja e tij është se gjithçka shkoi shumë mirë. Ai mendon se e ka magjepsur kundërshtarin e tij. Duhet pranuar se ai nuk e ka idenë e simbolikës. Ai nuk e ka idenë e shumicës së gjërave. U përgjigj Epstein të nesërmen. Ai gjithashtu e quajti mënyrën se si Trump e trajtoi samitin me Putinin të parashikueshëm. Summers nuk ju përgjigj menjëherë një kërkesë për koment. Disa ditë më vonë, Epstein po tregonte marrëdhënien e tij me jashtë vendit në një shkëmbim emailesh me ish këshilltarin e Trump, Steve Bannon, duke i thënë atij në një mesazh të 23 korrikut 2018 se Bannon duhet ishte fizikisht i pranishëm në Europë për të ushtruar ndikim në kontinent. Epstein i tha Bannon se mund të organizonte takime kok më kok me udhëheqës të huaj, por se do duhet të qëndronte për disa ditë. Epstein shpesh mbështetej te kontaktet e tij të huaja për të mësuar rreth pikpamjeve të tyre për Trump, ndërsa ai ndiqte me obsesivitet veprimet e presidentit të ri, dhe në raste të tjera, ai thjesht shfaqte lidhjet e tij të thella në të gjithë botën në emaile me bashkëpunëtorë të tjerë, shkruan Politico. Një vit para se t'i drejtojë Jaglandit për ndihmë me rusët, Jaglandi kërkoi Epsteinit ta vizitonte në Strasburg të Francës, në mënyrë që Epstein ta ndihmonte të kuptonte më shumë rreth Trumpit dhe asaj që po ndodh në shoqërinë amerikane. Ndër lidhjet ndërkombëtare të Epstein ishte Sultan Ahmed bin Sulayem, një biznesmen me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sulayem e pyeti Epstein 2 javë para inaugurimit të parë të Trump nëse e duhet ta pranonte ftesën që i ishte bërë nga bashkëpunëtori i Trump, Tom Barrack, i cili mbikëqyri eventin. Epstein u përgjigj se do të ishte shumë e mbushur me njerëz, por mund t'ia vlente të bënte lidhje në Washington ose New York para dhe pas festimeve. A mendoni se do të jetë mundur të shtrëngosh dorën me Trump? U përgjigj Sulayem. Nuk është e qartë nëse Epstein u përgjigj.